përshëndetje dhe duat tona, lutjet tona, janë për zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala, zotëriu në gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun xhalla xjalaluhu për udhëzimin që na e ka dhënë, për lidhjet që na i ka mundësu që sa herë të kem nevojë për diçka, qoftë për të mirat e kësaj bote, qoftë për të mirat e asaj bote, qoftë për të kërku falje për mangësitë dhe lëshimet dhe mëkatet të cilat i veprojmë karshi Allahu Teala, falenderojmë Zotin ton bujar, i cili na e ka mundësu që t'i lutemi, t'i drejtohemi atij dhe Allahu të na përgjigjet dhe të na jepë gjën të cilën e kërkojmë. Dhe kjo është dhunti e madhe të nderuar vëllezër, që krijuesi ynë dhe i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala, me na e dhënë mundësinë me u drejtu atij. Jo vetëm që na e ka dhënë këtë mundësi, po ka kërku prej neve, kërkoni o robët e mi prej meje. Sa të privilegjum do të ndiheshim nëse dikush prej qeveritarëve, prej prjetarëve apo punëdhënësve tanë do t'i thoshte punëtorit apo ty apo qytetarit tjetër, do t'i thoshte për çka do që ke nevojë drejtohu mu, unë e ty do t'i kryj këto punë. Sa të nderuam do të ndiheshim, po të na kishte thënë dikush këtë laf. Dhe Allahu Teala kështu i është drejtu njerëzve. Edhe në surat Ghafir, edhe në surat Al-Baqara, thot Allahu Teala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur të pyesin ty robët e mi për mua ku jam, tregoju atyne se unë jam afër. Unë jam afër tyne. Le të kërkojmë prej meje, unë do t'ju përgjigjem. Ud'uni astajib lakum. Bani dua, lutuni tek unë e juve ju përgjigjem, thot Allahu Teala. Për çdo nevojë, çdo kërkesë, çdo breng, mërzi, problem, çdo ankesë, ja drejtojmë vetëm Allahut dhe vetëm madhnisë tij. E do ta shohim se është Allahu Teala ai i cili do të na e kryejë nevojën dhe kërkesën ton apo ankesën ton. Janë ajete të shumta që Allahu nxit robët e tij që të kërkojnë prej Zotit tyne. Janë hadithe të shumta po ashtu që flasin në lidhje me këtë tematik, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë se ibadeti, adhurimi më i mirë është duaja. Njerëzit vllazën idhnohen me bo me kërku diç prej tyne. Ke pa njerëz të hidhrohen. Nëse dikush vjen një herë të kërkon diçka, pastaj vjen edhe një herë të kërkon diçka, pastaj edhe një herë të kërkon, dikur njëri mërzitet edhe thot, po mi beti njëri, as ki tjetër dyqan, veç dyqan tem me orta. As për din ti tjetër kënd, veç të una, për çdo ditë jetë orë të una. Kjo është natyra e robit. Kjo është natyrë njerëzore. Që mërzitemi, ndoshta edhe në të mirë mërzitemi. Për ditë me të dhanë me hongër qyfte, mërzitet njëri. Për ditë mish me të dhanë, mërzitet. Për ditë o mërsin me të dhanë, mërzitet. Natyra njerëzore është. Dhe sa Allahu subhanahu wa ta'ala për kundrazi i dhrohet me robin e ti, nëse ai nuk e drejton lutjen drejt madhnisti. Allahu kërkon prej nesh që ne ti drejtohemi në kërkesat tonë. Dhe pejgamberi alayhis salam na tregon se vetë duaja është ibadet. Dhe ibadet çka do të thonë? Adhurimi Allahut, e adhurimi shpërblehet sa herë që i ngret durt dhe i drejtohesh Zotit tënd, ta din se jeto e bëj ibadet Allahun subhanahu wa taala. Sa herë që të bën dua, o Allah, o Zotim, kërkoj prej teje falje të mëkateve, shto ma riskun, shto ma begatin, largo ma këtë smujen, ndihmoj nanës, babas, ndihmoj e vladit tim, vllaut, motrës, ndihmoj filanit në pagesën e borgjeve,
në këtë apo në atë formë, sa që i drejtohesh Zotit tënd, për nevojat e tua, për nevojat e vëllezërve dhe motrave dhe familjarëve tua, po tjetër kuj, Allahu Teala ka me ta shpërbly inshallah, pse e drejtu ti atij. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, një përgëzim tjetër, Allahu turprohet me kthy kotë së koti dhe me kthy pa përgjigje robin që i ka ngrit durt e tia, i ka bashku në dua dhe thot ja Rab, o Zotim, o Zotim. Prevetivet Allahu Teala është që ka turp ndaj kërkesave të robërve të vet, se vet i ka kërku dhe ju ka thonë ud'uni, kërkoni për meje, astajib lakum, unë juve ju përgjigjem, tha Allahu Teala në ajet Kuranit. Mirë po nëjherë njeri u thot, po e lypi, po e kërkoj, po Allahu nuk ma dha. Mot jem të e lyp qëtë pun, mot jem të e lyp qatë pun, jem të e lyp riskun, jem të e lyp këtë apo atë të mirë, por ende nuk më shpërgjigj Zoti. Dëgjoni çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë çështje, nëse ti i lutesh Allahut, si të kthehet përgjigja prej Allahut Teala. Nëse i lutesh Allahut, dëgjoni se si Allahut përgjigjet. Thot pejgamberi alayhi salam, s'ka musliman që e lut Allahun me një lutje në të cilën s'ka mëkat apo ndërprerje të lidhjeve farifisnore, e që mos t'ja jep Allahu njërën prej këtyne 3 gjana. Më thonë, nëse është lutje në cilën s'ka gjëna, do të flasë më vonë, çka nën kupton kjo çështje. Apo shkputje të lidhjeve familjare, farefisnore. Atëherë Allahu, kur të lutesh, t'i jep një prej 3 sendeve. Në një, ta shpejton lutjen tënde. I ke lyp që aty për që aty Allahu Teala ta jep me një herë. Mirë po, edhe lutësi ka kusht të vllazën. E se cili nuk e ka duan kabull që thot populli apo duan e pranum. Lutësi do të jeti sinqert me Zotin e vet, do të jetë besimtar. Duhet në jetin gjatë lutjes ta ketë për një me. Jo, atë bëj doa, hajtë që, me bëhaj gare me lutje. Por të jeti vendosën kërkesën çfarë kërkon, dhe po ashtu pasuria e ushqimit dhe e veshmbathjes ti të jetë halal. Pasuria me cilën ushqet veshmbath veten e vet të jetë halal, se ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, një rob i cili ushqy me haram, është veshmbath me haram, fa anna yustajabu leh, thot pejgamberi alayhis salam, si mi u përgjigj Allahu lutjes së tij. Çdo copë e mishit që të shtohet në trupin tënd përpara haram, për fitimit haram, ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, ajo copë e mishit do të digjet në ditë kiametit. Secili prej neve le të mendoje mënyrat e furnizimit të vetes dhe familjarëve të vet. Prandaj gratë e selefës salih, gjeneratëve të para të muslimanëve, kur shkonte burri me kërku punë dhe riskun, i thonin, ke frikë Allahun. Ne mund të durojmë urin, por neve nuk mund të durojmë zjarmin e xhenemit. Andaj ke kujdes se si po na furnizon dhe me çfarë risku po na ushqen. Sot është e kundërta. Po smotani shekon be burbe, po kretë shokët e tu bonën kerra, bonën shpia, pozita, ushtin, hinën partije, oni pse se ka dashta i partin, oni pse se ka dashta i ka sha me none me teze këto, po kur i ka ardhë një interesi për të në parti, për të në pozit, tër të nderat edhe fito dhe hajnisat dush. Edhe ta është gruja, nëse me e këshyr me i bret këtë mesele, shkone nga cmon burrin dhe e provokon edhe i thot, a përshë shokët e tu ku shkun. Ti, fol ti, qka fitove ti që për fol? Ja, unë jam i drejt, shumë në ke knaq. Qëre shokët e tu që kemë të bërë? Mërë këtë laf të thot edhe baba, këtë laf të thot edhe nana e sodit. Kur gjasë unë bone? Edhe ti thuja aty në oj, kanë bo me hajni, kanë bo me harame, kanë bo atë pasunime të keqe, se kanë fitu me halal, që me halal, po kush po këshirë bërë e vlat, po kush, hëtë më regrahi sa të mësh, sot është kulturë të ne,
e edukimit në materializëm, me eduku njërin me arrit shpejt pasunin, pa i zgjedh metodat e asaj të fitimit asaj pasurie. E pasera në kohëmi, Zoti nuk po i përgjigjet duave tonë. Nëse i ke plotsu kushtet, je besimtari sinqert dhe je i vendosur për një me lyp për Allahu Teala, nuk e ki hajt veç pe kry qëtë adetosën të bëj qëtë lutje dhe e ke riskun halal, Allahu Teala ty të përgjigjet në një prej 3 mënyrave, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cilat janë ato, ja shpejton me një herë përgjigjen në lutjen e tij. Çfarë që ka kërku, Allahi i përgjigjet robërit të vet. Kjo zakonisht ndodh tek robërit të cilët janë në zor dhe kërkojnë që Zoti m'ia uqel rrugt në atë ngushticë, sikur që shembulli aty në 3 vetëve kem pas folë edhe më herët, të cilët kanë qenë në shpellë, u a ka mbyll guri, u a ka mbyll daljen prej shpellës, se cili boni dua të Allahu dhe të 3 Allahu a qeli mundësin për me dalë prej ati vendit. Do të ja shpejton përgjigje në kërkesën lutjen e tij, ose ja deponon atë në botën tjetër, apo ja largon nga e keqja e ngjashme sikur ajo për cilën është lut. Për shembull, ke lyp risk, ke thonë o Zot, shtoma pasunim, dhe e she nuk po të shtohet pasunia. E shtash mundet njëri me menu, u luta, po s'pëm shtohet, kur gjo s'pëm shtohet. Një prej 3 formave të përgjigjes Allahu Teala është mundet me ta largu fatkeqësinë për aq sa ke kërku prej Allahu Teala. Ne sot jemi të vrejt për shkak çfarë smuje të rënda ka. Po ndodh që njëri po detyrohet për operacione të ndryshme mi harxhu 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Dje dëgjova për shembull një operacion, tregoj një operacion për me e bë nëse zgaboj ishte për mëlçin, po më duket dikur rreth 100.000 euro po duhet ai operacion. Qashti Allahi mund me ta kompenzu, ka fillu një smuje e tillë, ti e ke lut Allahun me të shtur risk, dhe baba ki është dash me të prish qaj organ që të ka kushtu 100.000, dhe Allahu Teala ty ta kompenzon duke ta largu atë keqe që kjo është risku yt, po ti si i vetëdijshëm që Zoti ta kompenzoj duan tënde. A ke dëgju popullin që thot pas ka dhënë sadak që ky e Zoti e pas ka ruajt për atë keqes. Sadakaja, ka thot pejgamberi sa mlemosha e ruan robin prej fatkeqësive. Dhe njëri thot, s'tu shtu, po Allah i ka mund me dhënë bela, sikur në rreth që po i shohim njerëzit të cilët në deshe të ndryshme të komunikacionit, apo me smuje të ndryshme sprovohen dhe ndoshta detyrohen për vete, familjarët e vet, gratë dhe fëmijët e vet me harxhu tër pasurinë, me shit shtëpinë, tokën e dyqanet, edhe përsëri mos me zgjidhje të shpëtimit dashurve të vet për shkak smujeve të ndryshme. E ti ndoshta Allahu Teala të është përgjigj me largimin e këtyne të këqijave pse ke kërkuar të mira prej Zotit tënd dhe ti nuk je i vetëdijshëm. Dhe forma e tretë e përgjigjes së Zotit tënd është që Allahu Teala ty ta lën për ditë të Kiametit shpërblimin. Çka do të thotë kjo? Ke kërkuar për Allahu Teala një mirësi apo largimin e një smuje. Shiqani për shembull ajo gruaja e cila ishte e smund me epilepsi, erte pejgamberi alayhi salatu sallam dhe i tha, ja Rasulullah, lutë Allahun azza wa jall të më largoje mua këtë smuje. E Muhamedi alayhi salatu sallam i tha, in shi't da'ut, nëse don bëj dua, lutë. Wa in sabarti lakil janna, nëse bën sabër në këtë smuje, ty Allah i ka me ta kompenzu në ahiret me xhennet. Ajo gruaja çfarë u përgjigj? Asbir. Kome bo sabër, kome qene durushme. Kure nishin sahabët xhenetin, s'kishte pengesë për ta. Kure ninin se që kjo punë ka shpërblimin me xhennet, për hershme përfitohet, me sprovën e të përkohshmes, me një herë banin tregti me Zotin e tyne dhe pejgamberin Allahut azza wa jall. Mirë po, i tha atëherë lutë Allahin që kur të bi spaku mos të mqilen avretet e mia, flokët e trupi e kamte, se kur po bi
po mundën me mu qelë avretet, ende kishte dert mës pi qilen avretet e saj. Nase kemi dert, sot neve kret mu qelë, jo, po veç shkojmë qilemi, shkojmë në përterzi dhe roba qeps të ndryshëm dhe kërkojmë zbulimin e avreteve tona, apo burri shkon vet edhe dejuzi ja blen gruz, miniqat, elankat dhe sendet e cilët ekspozojnë avretet e saj. Dhe kjo është turpruse. Kjo është turpruse për gjendjen e muslimanëve të sodit. Prandaj kjo grua çfarë i tha, asbir, po bëj sabër, Allah ka ma kompenzu në ahiret. Andaj Allah nëse nuk të përgjigjet Allah shpejt në duan tënde, ta din se Zoti është të trujt për ditë kiametit. Allahu ta ka shty shpërblimin. S'ta ka ek ndoshta atë smunje, s'ta ka ek atë sprov, se Allahu po dën me të shpërbly në ditë kiametit. Për shembull njerëz të përgojojnë, të shajnë, ti bën davet ata të shajnë. Ata të thojnë na e prishi dinin, or na e kanë ndru me zhebin, or na e prishi këto në kretë folin. Ty Zoti Gjallëshanu ka me të shpërbly me sevapët e ty në ditë kiametit. Musa a.s. thotë i kish pason Allah o Zot nali të fol me të njerëzve për mu, se po folin jahudit. I ka thonë Allahu Teala, o ja Musa, si kom nal njerëzit me fol kundër meje, si nali as kundër teje. Njerëz shpifin për Allahun që Zoti ka fëmijë, e kush jemi neve me kërku që njerëzit mos me shpif ose mos me na përgoju. Dhe kjo është mirësia që Zoti ja bën robit ti të dashur që të përgojohet dhe të shtohen sevapet më tepër në ditën e gjykimit. Prandaj, kur të ngrit durt, dije se para vetit e ki krijuesin tënd dhe krijuesin e gjithësisë dhe atë i cilit ka kërku për te me bë dua, dije se nuk të kthehet duaja bosh, lutja bosh, por do të kompenzohet me një prej 3 mënyrave, ose të përgjigjet Allah me një herë, ose Allahu Teala ta hek një të keqe, ose Allahu Teala ta lën për ahiret dhe të thotë robi im, ti në dynja pa të kërku prej meje këtë, unë ty nuk të dhash. Pse nëjherë Allah i sta jep najtë mi që ti e kërkon. Dhe ti me ndonë se o kanë e mirë për ty, thotë Allahu Teala, asa em tu hibbu shejen, wa hua sharrun lakum, ndodhë që e doni një send ajo sharr për ju. Njëri tenton disa herë me dalë për jashtë, atu me ndu se është hajrë për ta, ka mundësi që Zoti ka zgjedh për dinin e ti, familjen e ti, më mirë që ky me nejtë në shpejt. Wa asa em takrahu shejen, wa hua khairun lakum, ndodhë që urreni një send ajo është hajrë për ju. Sa nirin e ke pa, kur s'ka pas para, o kanë musliman i mirë, ka arë në gjami, momentin e parë, që ka arë të parë, e mënyrë të shpejt, këto e ka mashtru dynjaja, dhe e ke pa të shku mas femnave, mas kumorit, kazinove, të e lën gjamin, dhe sot njoftë të tilë, sot as gjumon nuk falin, lema namazet e përdiqëm. Andaj Allahu, a nuk thot ty në ditë kiametit, robi im, ti e ke kërku për me e këtë, por unë s'ta kom dhanë për shkak kompenzimit të kësaj. E kam ditë që ka mundësi me të dëmtu. Prandaj edhe s'ta kam dhanë, s'ta kam shpejtu, por kompenzimin robi me ki me xhennet. Dhe Allahu Teala të ngritë në shkallët e xhennetit. Andaj kur mos hum shpresat në lutjen duan tënd, dije se Zoti yt është shumë bujar. Zoti yt është kerim. Zoti yt është që jep shumë dorëdhënës. Dhe ai s'ka me të kthy ty. Por wa idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkon lyp për Allah. Veç Allahun ta kesh në shtet në kërkesat e tua. Por ka lutje të ndaluara vëllazën. Jo çdo lutje është e lejuar, jo çdo kërkesë është e lejuar. Edhe baba, edhe dikush tjetër kur të thot lyp për me, çka ki nevojë, ti s'mush me shku mi thon babas, baba bën një lutje, myte që të vllajën e vogël temin. A është lutje kjo, a? Dhe s'ta pranon. Ose te shefi me shku mi thon, a bën një lutje se më ke thon çka të kërkon t'ja, po, apo hekësh ti prej drejtorit që unë po bëm drejtor këtë ne. Tash njëri e kupton se për shka të ka thonë njëri, jo të qëta është ti mi thonë i këti, se unë e për du mu konë vend ti, ose rrugën tonë dhe ma jep mund, gjdo muj, masim ke thonë, lutu, apo kërko për e me unë e tja. Kështu është edhe me Allah, ka edep, ka regullat, e cilët jenë përcaktu, zësi dhe qka me kërku, apo qka mos me kërku prej Allahut azze o gjen. Për shembull, zguxon në lutje
me i bë shirk Allahu Teala. Zguxon me i thonë Allahit mjep hatri filanit mjep. Me të vdekur. Pa shkryt e babës Mustaf, babës Ali, babës Irfan, babës Ahmet, pa qëtyrbe, ja Rabbi, pa që kjo është ndalume, kjo Allah në arrujt qëtë në shirk. Po dhe nëse është për Muhammedin a.s. Dhe shpeshher me gjrisët tona ndëgjohën kësi lutje të ndalume për hyrmet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hatët pejgamberit tënd, na jep këtë punë. Kjo e ndalume. Ti me Zotin çish për hatër të këtij ama, dhe me unë s'kam hatër të ti veç hajt për hatër të këtij edhe mu. Plus me të vdekur, me qeni gjallë, me Muhammedin a.s. kanë bote vesul njerëzit, kanë thonë, bën dua për mu. Ja Rasulallah, si kur kjo gruja që e pëcekëm, lutë Allahin, Allah me ma hek këtë smuje. Lutë Allahin, Allah me ma hek këtë smuje. Por me të vdekurin, s'ka të vesul. Kanë arë sahabët, kur kanë dash me lutë Allahin, mi ura shi, vend shkretinore, dini Medinja. Dhe kanë shku, kanë dalë në mejdan nga xhamis pejgamberit a.s. vendin ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka falë namaz të shiut, që sot quhet edhe një xhami në atë vend ku është falë namazi salatul istisqa për shi, ajo xhami quhet Mesjidul Ghamama. Ghamama ret. Janë mbledh aty edhe kanë thonë, o Zoti ynë. Përpara i kam thonë Muhammedit a.s. me të lutë, të qenë gjallë. E që tash, po të lutemi në përmjet migjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam Abbasit radiallahu anhu. Mu paskon halal me të vdekëm, me bote vësull, ata këshin me vazhdu me thonë për hyrmet pejgamberit tënd. Po që kanë thonë? Për para me pejgamberin tënd të kërkëshim. Që tash, agja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam bën dua. Dhe ti na elshë shiun hatri i këtyne të gjallëve të afërme të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Me të vdekur nuk guxon njëri me bë dua për hatër të filan evlias, për hatër të filan pejgamberit, për hatër, kjo është e ndalume dhe çon në shirk. Allah na ruajt imanin, ja Rabbi. E dyta, është ndalume, lutje ndalume njëri me kërku vdekjen. Njerëzit kur ballafaqohen me fatkeqësi të ndryshme kërkojnë vdekjen. Pse o Zot ma more djalin, merr ma shpirtin mu. Ma mit mishin tha durt mu. Ma mit mish thy koma mu, se sa nonës, babës, evladit ati apo këti bën dua kundër vetës së vet. Apo e kërkon edhe vdekjen. Në herë i sheh gratë kur përlahen me burrat ose janë të dhënuar me evlat e tyne, bëjnë dua kundër vetes. Edhe thot, o Zot, merr ma shpirtin. Kjo ndalume në Islam njëri me kërku që Allahu mja marr shpirtin për shkak problemeve të dynjas. Kjo zhgënjim është ndaluar. Që shka bo dua Muhammed alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi, bonte dua dhe thoshte, Allahumma ahyini ma kanat el hayatu khayran li. O Zot, mjep jetë sa ka hajr në jetën time. Prandaj Imam Ahmedi ka thonë, kur ta përgëzon dikant për evlat, për shembull i ka lind dikuj fëmijë, te na çka thënë qoftë me ymer. U rrit me babë, me nan. Qoftë me ymer, nuk o dua, se ymrin e ka të caktuar, pas jetë të gjatë e ka të caktuar. Mirë po, ka thonë, thuj qoftë me ymer të hajrit. Sa i ka thonë Allahu ymer, le ta kaloje atë ymer, atë jetë në hajrin, në punë të hajrit, ndaj Zotit vetë dhe familjarëve dhe dashurve të vetë. Andaj kur të bën dua, sikur që ka bën Muhamedi alayhis salam. Ka thonë, o Allah, o Zotim, nëse në jetën time ka hajr, ka thonë atëherë shto ma jetë. Mi po ka thonë, nëse në jetën time wa tawaffani ma kanat al-wafatu khayran li, dhe merr ma shpirtin nëse vdekja ime është hajr për mua. Nëse Allah na ruajt, njëri ka mundësi me ranë shirk, në kufër,
I thot Allahut, o Zot, merr ma shpirtin në atë moment kur e sheh se unë po du më rshit për rrugës tënde të drejtë, më vdes dhe mos lejo që gjuha ime me fol fjalë që të idhrojnë ty apo me vepru vepra të cilat nuk përkojnë me madhnin tënde dhe janë kundërshtim me urdhëresat e tua. Prandaj gjithmonë lutë Allahit, o Allah, më jep yme derisa të kom hajër në emrin tim, dhe sa merr ma shpirtin kur vdekja ime është ma hajër për mua. As mos u lut për gat, as mos u lut për shkurt, por lutu që atë jetë që e ke ta kesh kvalitative dhe që të jetë inshallah për hir të Allahut Teala. Po ashtu mos u lut që Zoti më dhon ndoj dëshkim në këtë botë. Kish pas një sahabi në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadithin e transmeton Imam Muslimi, ka ardhur Resulullah sallallahu alaihi wasallam te ai dhe ka dëgju subhanallah se ky njeri i smu. Dhe po smu qatë shumë sa që o zvoglu njëri ka me që thënë likure e eshna o bo si një zog i vogël. Dhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtij personit, Xhibrili kishte njoftu për gjendjen e tij dhe për lutjen e tij, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çka je lut ti o filan? Ngoni çao lut ky. Ky ka thonë, o Zot, çka do që ki me mdenu në ahiret, mdenon në dynja, mos ma le për ahiret. Dhe ti ka që Zoti smujën këtë dynja, se një pa gjuna e s'ka vlazën. Pre që tu nizet, që tu une që jem, e te ju që jini që tëne, të gjithë ne, kullu bënu Adem, khëtta, gjithë njerëzit, bita Ademet janë gabimtar, ka thonë Muhammed a.s. Dhe mi thonë Allahit, o Zot, shpejto ma mu dënimi, qka ki me më dhonë në dynja, mos ma jep në dynja, ama në këtë dynja, hela që të banë Allah Ta'ala. Dhe ngoni që ka i tha Muhammed a.s. I tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah, i lartësum dhe pat meta jeti o Allah, përdoret në rastet habis, subhanallah. Atene në rastet habis, obe, që, për një mea, së mësu gua me bo dhik, ne nuk i në mësu me e përmend Allahun azza wa jall. Dhe sa pejgamberi alayhi salam na ka mësu që në rast edhe kur të shprej habi njëri me i thonë fjalë të cilat madhërin Allah Ta'ala, se na kemi të meta, subhanallah do thot i lartësum dhe pat meta je veç ti o Allah. Tha Rasulullah sallam, subhanallah, po ti s'mund të adorosh këtë o Allah, ti s'mush me duru nëse Allah e ta jep azabin për veprat e tua në këtë dynja, ti s'mush me duru. Se dënimi Allahit, inna Allah shedidul iqab, dënimi Allahut është i rrept, dënon rrept Allahu Ta'ala. Po çka i tha Muhammed a.s. Ti tha është dasht mi thonë Allah, qëre që shpat mësën pejgamberi a.s. që shmu lut, o Zotë ynë, na jep në këtë botë. Çka ka thonë? Qatë që e thëjmë neve në namaz, gjdo herë, atë duat Koranit. Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, o Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira dhe na jep në ahiret të mira, wa qina adhaban nar, dhe na ruaj për azabet xhenemit. Allah i vllazën më i mëshirshëm për ne se ne për ne veten tonë. Ky për me dash më ruajt për xhenemit, me Allah i po bën marrveshje. Masi veç kime më dënu, në këtë dynja më dëna, e në dynja mos më dëna. Dhe sa Allah në ka mësu neve namaz më lut, shumë më mirë, mi thonë Allahut, o Zot, edhe në këtë dynja më jep mira, edhe në atë dynja më jep mira, edhe më ruaj prej zjarmit të xhenemit. Kjo duaja që duhet me thonë, kur mos i thuj Allahit, më jep dënim në këtë dynja. Allah jo i mëshirshëm, inna Allah kana bikum rahima, Zoti ju nda juve është i mëshirshëm. Pse ti po bën dua kundër vetes? Po ashtu është e ndaluar që me bë dua për të keq. Çka për të keq? Për shembull me thon, o inshallah ya Rabbi vdes djali filanit. Kjo e ndaluar. Se ka mundësi Allahi kur të lutesh për dikon të keq, ka mundësi Allahu Teala me nal fatkeqësinë tek ai. Nëse lutesh apo i gëzohesh të keqe së dikuj që e ka godit, ka mundësi Allah me ndal atë keqe që e ka godit atë dhe me ta kthy ty
në trupin tënd dhe në familjarët dhe dashurit e tu. Për dhe është shumë më rëndësi mos me bo dua të keqe për të tjerë, por gjithmonë me u lut për të mirë për tjerët, për të keq. E të ne, inshallah, ja Rabbi, ja qesin një tatim të madh e shkoqin atë firmashin. E një punëtori i thot për punëdhënësi, se punëdhënësi po bën zullum, ky mase që po thot, ja Rabbi, inshallah vin një ditë ja zojnë këtë letra që i ka jënë rregull. Inshallah Zoti ja s'mun e vlat, inshallah i del ngru, inshallah ti kjo ndaluar në Islam në këtë formë. Por nemja, nëse është me të drejtë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, mos kujtoj tash punëdhënë se hoxha ka thonë ndaluar, punëtori zguzon me mnem. Nëse jo bëhet pa drejtë, se unë jam të fol për lutjen e keqe që s'ka bëu kur gjë, po veç haseti për të shtjellë dhe pa e nem, nirin. Inshallah ja Rabbi ati digjet dyqanja se shteperat ja zonë në kufije, i shkojnë kështu ashtu, s'ka bëu kur gjë veç haseti për të shtjellë, që kjo ndalum. Por nëse të ka bëu zullum, edhe ky po bën dua kundër ti pa nem, atër ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ittaqu da'watal madhlum, rujuni nemës atij që është bë zullumi, e keqja dhe padrejtësia, se mes ti dhe Zotit s'ka pert. Me bo me të nem punëtori që i ki hak, ja ke nalë rogën, ja ke vënu rogën, e ke shti me punu jashtë orarit dhe marveshës që e ke pas dhe ti pa ngarkon ma tepër, për shkak se s'është të funksionue ligji dhe shtet nuk kemi ligjor i cili merr edhe i ruan të drejtat e punëtorëve. Për fat keq në Kosovë për momentin s'ka shtet ligjor që i ruan drejtat e punëtorëve. Padej zullumçarët e punëdhënësve bëjnë zullum. E merr punëtorin për 8 sahat, e marr 12 orë. Dhe i kërcënohet si më zdan që kutrum dhe janë rrogat. Ja vonon rrogën 2 muaj, 3 muaj, sa doje, ja bën zullumi. Nëse që ky punëtor të nem, ta din se ta ka thy Zoti qafën. Qoftë edhe i vllati, qoftë edhe vllau për vllaun. Sa herë që dikush ju ka bë zullum dhe ai drejtohet Zotit vet, Allahu se kthen bosh duan e tij dhe i hakmerret zullumçarit i cili ja ka bë atij këtë zullum. Po ashtu duaja për shkputje farefisnore nuk e pranon Allahu Azza wa Jall. Dhe është ndaluar. Me lut Allahun Taala, o Zot, mos ma bon ma koma jeme me shkel në dertë nënës teme, të babës teme, të vlajt teme, motrës teme, migjes teme, dojës teme. Ma përpara Zot, merë ma shpirtin, thej ma koma se me hin koma jeme në atë shpi. Për lyp me i këput lidhet farefisnore, kjo është ndaluar në Islam, kësi duaje, zguzon asë si njëri me bo dua. Është ndaluar po ashtu me bo dua për me testu fuqinë Allahu Taala. Qysh? Me thonë, emër e Zot, si ti e Zot, hajtë kalzoma njëre që tash, bum, që të kodër qitja u shkijeve për mi. Allah e ndër me testu ky, zotnia. Ja, mu konë ti që e Zot, e merë dhe e bën që të punë, mu konë që e Zot. Mu konë që e Zot, që të plagosmin e vladin temat, smuntin apo dashurin tem, merë e shnosh e qonë kom, si ti e Zot o Zot. Kjo e ndalume. Ti zgudzon me lutë Allahu Taala lutje që e teston fuqin dhe urtësinë e Zotit tënd. Sikur të na ka edhe kësi magartë ne keni një qofshin nderuam, të cilët thënë, a mund Zoti me bën një gur të madh që sunë ma vet. A keni një kësi magari? A ka kësi trollona? Ja bën vezvese shejtani edhe i thot, Zoti, si to çaj mat, që se ka kriju, a mund Zoti me bën një gur të madh, edhe mas të mos me mund me vaj gurin. E shash, çdo magari vlla nuk i jepet përgjigje. Edhe se dhimbet me kalu kohën me magar. Në këtë zaman. Po ja që ka edhe kësi të cilët bëjnë pyetje provokative, edhe kur t'ju shpjegohet se është e ndaluar me dikush me e provoku fuqinë dhe madhninë Allahu Taala, ata vazhdojnë dhe ju duket shumë qesharake dhe komike me vazhdu me bo kësi fjallë dhe lafe kujtën se me folë për Zotin ose me folë për arsimtari, se të ne kemi marak me folë për arsimtari, profesora, tash edhe bën vica dhe për Zotin. Nja, Zoti ish ka kështu, mase Zotit ja kish lëshu shqiptari, e ja kish bo kish shqiptari, ma kretve jo lëshej, e në fund kikirik ka me pa kërkam. Na, në vica, ka mas, veç shqiptarin e kemi, mat meqmin, mat fortmin, mat zgjutin, edhe jemi qësh jemi. Po ashtu është ndaluar me lënë duan për dëshpërimit.
Për shembull me thon, lutë Allahin o vëlla, lutë Allahin inshallah ta kalon këtë smuje. S'pelo seç valla, unë myt atë u lut s'po më jep kurfa përgjigje. Është ndaluar me lënë duan prej dëshpërimit. Për arsye se tham Allahu njën prej 3 formave ta kompenzon. Nëse s'ta hek ndoshta atë fatkeqësi ta din se është të rujt. Se smuja, për shembull një kokdhimbje e thjesht vllazën ti lan gjunahet, ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam. Zjarmia, temperatura, i lan, i djeg mkatet e robit sikur që i djeg zjarri drunt, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një smuje, një sprov që dërgohet dhe ti bën sabër, ta din se je duke u pastru prej mkateve të cilat i ke vepruar tek Zoti yt, tek Allahu azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të merre përgjigje tha duaja e robit që i bën Zotit të tij me kusht që ai mos lutet për gjuna apo për shkputje të lidhjeve farefisnore apo nëse tregohet i padurum. Than ja Rasulullah, si tregohet robi i padurushëm? Thot robi u luta, po nuk mora përgjigje dhe ai zhgënjehet dhe e lën duan. Hadithin e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Ti mos absteno së luturi Zotin tënd. Nëse shesës për të hiqet ajo fatkeqësia apo s'po tipet, ajo e mirë ta din se Allahu është të ta kompenzu inshallah me drejje, me shkallë të larta në ditë të gjykimit për atë kërkesë të cilën ti e ke bë. Po ashtu Allahu Teala mos e kush zë mi thon Zotit qëre o Zot, si dush fal me gabimet, si don mos me fal gabimet, si don ama djalin, si don mos mirë djal, ti ç'sh dush. Kjo ndaluar në dua, nuk kush zohet Allahu Teala me vullnetin e tij, por ti kërko dhe ti trego vullnetin se ti çfarë jetu tu kërku. Ke pa njerëz të ne subhanallahu, edhe kur janë zor, kanë nevojë, hala do me rujt mende madhsinë dhe thotë çre, ko marr me të lyp një 100 euro, si don më jep, si mos don, s'më. Si thot, a ka mundësi me më dhon se kam nevojë, po hala rri me dëmall. Ç'është don? Që nuk ka tërbije. Dhe qëtash aje dhe me pas mendëm ja dhon 100 euro, kur t'ja shef facën këti, të bo, e edhe pas për dhe, hajtë, hes për jashtë. Ma si po vjen edhe hala frajer, që thënë, këta turqelit, hem kel, hem fudull, hem qel, hem frajer, për do më konë, me ec me kran, s'ka, si ti e qërë, s'ki kran, qka mazë, s'ki qka kreflo. Hem për gjdi, hem hala për do minajt frajer, që qështu është, me Allah t'ala, kur t'je nevojtar, drejtoju si rob nevojtar, dhe me bindje se është Allahu ai cili ma kryen mu nevojen. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith hasan sahih, dhe i ka përmend Sheikh Albani në silsilet e hadithe sahih me numër ndor 594, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur dikush për juve të bën dua, mos të thote o Allah, më fal nëse don, më shiron nëse do, më furnizo nëse më do, por ti lutet me vendosshmëri, sepse ai bën çfarë doje dhe askush s'mund ta detyroje Allahun Teala. S'mund Allahin me kushte me lut Allahun Teala. Prandaj ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas ja gulam, o djalosh, djalit migjes vet i cili ishte i vogël, diku 12 vjeçar, i tha: "Idha sa'alta fas'alillah", kur të kërkon lip për Allahut, "wa idha sta'anta fasta'in billah", kur të kërkon strehim dhe ndihmë, kërko prej Allahut. Se Allah nëse ta shkruan një të mirë, thot pejgamberi alayhi salatu sallam, s'ka mu çu kret njerëzit me ta heka të mirë, nuk mund me ta ndal, dhe nëse ta ka shkruar me të godit një e keqe, mu çu kret me ta hek atë smujë dhe atë kancer dhe atë vdekje, s'un ta nali. Apo vdesin mbretërit, po vdesin. Apo vdesin, a ka vdek faraoni? Ka vdek. A ka vdek zullumçar? Po. A ka vdek pejgamber? Po. S'ka njerëz të pavdekshëm, s'ka krijesë të pavdekshme. Allahu kur vendos diçka me godit gjithë botat, jo botat, gjithë botrat mu qu, me pengu se sunë nalin caktimin dhe e gjelin e Allahut Teala. Çdo sa ndodh me caktim dhe me vullnetin e Allahut Teala. Po ashtu nis çështje dhe me këtë përfundoj, me rëndësi të madhe, kur mos e nëm veten dhe mos i nëm fëmijët e tu dhe pasuninë tonë.
Për shembull njerëz kur zhgënjehen fëmijët e vet, ai keni pa, subhanallahu, i nëm fëmijët. Mërë zot, push ka të vraft. Inshallah, të thejnë, e të vrasin, e të presin, e të coptojnë, e sakatofshin, s'lesent pa i thonë fëmijës së vet. Se e ka ndalu Muhamedi alayhi salam ka thonë mos bëni dua kundër vetes, e as kundër fëmijëve tuaj, e as kundër pasurisë tuaj, sepse duaja mund të përputhet në një kohë kur Allahu i pranon të gjitha dua dhe duaja jote do të pranohet dhe ti do të dëmtohesh. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Munohu edhe kur të bëhet nervoz me thonë Allah i drejtoft o vëllai. Allah i të përmirësoft, Allah i të musht mend. Allah i të dhash të mira dhe drejtoft ka e mira. Ne po jo me i thonë kur hajër mos paq, kur dritë mos paq, kur se në qatë moment, se ka qaste kur dyrt e qiellit janë të hapuna dhe Allahu i pranon dua, çka nëse Allahu ta pranon atë dua dhe ta merr parasyve. Sa herë kem një neve neme të prindve ndaj evladve dhe kur i ka godit ajo smuje që është bo, masen e kaj nana se kom di që për një me unë veç ashtu prej nervozës e thash. Ja du të më rujt shumë, po edhe për vetën tonë dhe du të më rujt shumë, mës menen vetë. Unë plaqin sytë, për vetë i thëtë, po me bo me të plaqë, për një me bo me të plaqë sytë. Ama asaj o zëtë bona i gare, këthemi sytë. Ska ma, qëkajnë sytë. Dhe dhe tha pejgamberi alayhi salatu sallam, kur të lypni për Allahut, lypni el firdaus il a'la, lype firdausin e lartësum. Kur të lyp vëlla për Zotit ton, lype shumë. Mos lyp pak, ose më i thon, o Zot, mu me një qyshe që t'jen xhennet, o i fundit me vetë xhennet më shtem. Ja mos thuj kështu. Thuj Allahut, ja Rab, mjep mu në xhennet firdaus il a'la, ama puno punë për atë punë. Për atë vend do të më bë punë. Ja më nejt Gjumon me arë dhe mi thonë, hoxha ka thonë veç firdeus, na që ati kena me shku, të pejgamber. Jo, ashtu së hanë. Jo, je me namaz, me agjerim, me zeqat, ke kry obligime dhe Allahu Teala, atëhere me plot ftyren dhe gojen, i drejtohë Zotit tonë dhe i kërkon gjennetin firdeus. Allah i na edhasht, ja Rabbi, gjennetin firdeus. Allah i na përmisof gjendjen tonë, ja Rabbi. Allah i përmisof të evlat tonë. Allah i na përmisof neve, Allah i na boft musliman më të mirë. Allah i shtoft imanin zemrat tona, ja Rabbi. Allahu Teala e përmisof trit dhe treja tona, e përmisof shoqërinë tonë. Allah i shtoft dijen e hajrit trive tonë, vladve tonë. Allahu Teala boft inshallah që muslimanët të kthehen në ditët e tyre të mëdha që i kanë pas të kaluar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.